Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Allahun e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, bëj këtë takim dhe tubim ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që besimtarët mblidhen dhe tubohen për hatër të Zotit, për të përmend Allahun, për të lexuar Kur'anin, mëshira e Zotit derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësof zemrat dhe shpirtrat, mbulohen dhe rrethohen nga melajket dhe flatrat e tyre, lut Zotin që me ne të jenë dhe melajket e Zotit. E Allahu Zoti pra do i përmendja atje ku është ai Zoti në poshtë këtyre njerëzve. E më e bukura, kur çohen tot këto njerëz në këto vende dhe takime, një zë thret nga qielli çohuni se Allahu ua ka fal gjunahet edhe të këqijat që i keni bë, Zoti i madh për Allahu ua ka kthyer në sevape. Qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Duke qenë se është bërë një lëvizje për programin dhe për orarin, menduam ta shfrytëzojmë inshallah taala dhe orari do të jetë inshallah ose programi do të jetë mbas namazit të yacis. Mendova që të trajtojmë së bashku inshallah taala disa gabime që ndodhin në Ramazan. Ka thonë ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawaqih. E mësova të keqen, jo për ta vepruar, po e mësova të keqen për t'u larguar. Thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, njerëzit në përgjithësi e pyesin pejgamberin sa sem për të mirat, ndërsa unë e pyesja për të këqijat që të ruhesha vet, po edhe të këshilloj njerëzit që të ruhen për të këqijave. Nga njerë kur i fikson gjonat si gabime, fiksohen më mirë. Atëherë le të përmendim disa nga gabimet që ndodhin në Ramazan. Më i rëndësishme ndër gabimet që ndodh me agjërimin dhe me Ramazanin është mos pastrimi i niyetit. Çdo adhurim ka nevojë për qëllim të pastër, ka nevojë për çiltërsi, ka nevojë për të jesh i kthjellët se çfarë po bën dhe përse po agjeron. Pra niyeti duhet të jetë shumë i pastër, duhet të jetë për Allahun, për kënaqësinë e Allahut, për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit, për të fituar sevape, për të pastruar nga gjunahet, për të qenë më afër Allahut. O vëllezër, njerëzit dallojnë në Ramazan me niyete. Pasi mas qëllimeve, kush i vën vetes tij shumë qëllime të larta në Ramazan, Ramazani i tij ngrihet shumë lart. Kush nuk i vën qëllime Ramazanit, po thjesht do ta xhiroj se është farz apo është detyrë për detyrave të Islamit, ai merr aq. Ndërsa kush thotë do ta xhiroj se është agjërimi për shtyllave të Islamit, do ta xhiroj se do të fitoj kënaqësinë e Allahut, do të fitoj dashninë e Allahut. Do ta xhiroj sepse me agjërim fitohet xheneti. Do ta xhiroj se me agjërim unë shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Do ta xhiroj se me agjërim falen gjunahet. Do ta xhiroj se ka pas agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani llogaritë njëri i cili agjëron me 8 niyete për Ramazan dhe njëri i cili thjesht agjëron. Normalisht edhe ky do ta marrë atë, si më thon, atë të vetën, shpërblimin e vetë të gjitha, por se ky që e ka me këtë lloj le të themi ëndrash, dëshirash, agjërimin e tij normalisht që edhe e ndjen më shumë, edhe e man, domethënë koherencë më shumë, edhe e ndjen më shumë se vapi është më i madh e kështu me radhë. Dhe prej gabimeve që kanë bënë me niyetin është një pjesë e njerëzve agjërojnë për mbarësi. Pjesë e njerëzve agjërojnë për të humb kilet, për të humb peshë e kështu me radhë. Ti vëlla agjëro për Zotin, si adhurim, agjëro për shpërblim, agjëro për xhenet, agjëro për falje gjunash. Se kjo tjetra ka për të ndodhur që ka për të ndodhur. Po nuk duhet të jetë ky nga synimet.
Se njeriu nuk ngjitet tek Allahu me peshën e trupit. Xheneti nuk fitohet me kilogram. Xheneti fitohet ashtu siç thoshin për Abu Bekrin, inma huwa bi shay'in waqara fil qalbi fasaddaqahu al-amal. Diçka që ka rënë zemrën e njeriu dhe e vërtetojnë atë veprat e tij. Atëherë zemra pra për Allahun xhallahu xhelalu, për të fituar kënaqësinë e Zotit, për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit, për të na u fal gjunahet, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për të ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe për të fituar lutjet dhe duat që bëjnë me lajket për adhuruesin e Allahut xhalla xhelalu. Prej gabimeve që ndodhin në raport me Ramazanin është shkaktimi i debateve dhe mosagjërimi me muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: agjëroni ditën që agjërojnë muslimanët dhe bëni bajram ditën që bëjnë muslimanët. Dhe kështu faktikisht duhet me ecë. Për këtë arsye dietarët e Islamit tregojnë se agjërimi i Ramazanit është adhurim unifikues, është adhurim i përbashkët, është adhurim i imazhit të Islamit. E si pasojë duhet ndjek orientimi që jepet nga, le të themi, udhëheqja, paria, në mënyrë që muslimanët të ecin në një linjë. Po mirë, a bie ndesh kjo me hadithin që thot agjëroni kur të dali hëna e Ramazanit dhe prisheni kur të dali hëna e mujit tjetër pas Shawalit? Themi që elhamdulillah sot në këtë kohë çështjet janë shumë lehtësuar. Dhe ka ndodhur për një kohë të gjatë që gjërat kanë ndodhur fiks. Pastaj kur themi ne agjërimi fillon me shikimin e hënës në një nga vendet islame. Dhe vendet islame fillojnë me Malezin e mbarojnë me Amerikën. Kështu që në përgjithësi ka ndodhur me fjalë që ka qenë pothuajse. Megjithatë, edhe nëse nuk do të ishte, e zejmë se nuk është e qelluar, kjo është një temë që nuk i ka ikur ulemave dhe dietarëve të hershëm. Pra e kanë trajtuar këtë lloj tematike. Dhe se ecja me përllogaritje nuk është e shekullit të 20 apo e shekullit 21. Debati i përllogaritjeve ka qenë një debat qysh nga shekulli i 13. Pra le të themi qysh në shekullin e 6 të Islamit. Ka pas debate rreth kësaj teme, madje qysh në mëdhëbin Shafii, dietarët e hershëm, pra bëhet fjalë shekullin e 9, që i bie shekullin e 3 të Islamit, që është debatuar kjo çështje, është diskutuar kjo çështje. Dhe ata thonë, nëse i pari, pra institucionin në rastin tonë, ecën me përllogaritje, populli duhet eci me të dhe s'ka askush mëkat për këtë punë, por se duhet të jetë diçka e unifikuar. Dhe është habi e madhe, domethënë, dhe çudi e madhe që të krijohet debat e të bëhen, domethënë, disa njerëz apo disa xhamia objekt diskutimi edhe objekt mediatik dhe lajmesh, duke paraqit një dobësi dhe duke paraqit, domethënë, një imazh jo të mirë, gjë që faktikisht nuk e don prej nesh Zoti i gjithësisë. Prej gabimeve që ndodhin me rastin e Ramazanit është mosbërja e njetit natën. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la siyama liman lam yubayyit niyatahu min al-layl. Nuk pranohet agjërimi nëse njeti nuk bëhet natën. Pra kush nuk, kur themi njeti, nuk kupton vetëdijen e njeriu se nesër do ta agjërojë. Vetëdia e njeriu se nesër do ta agjërojë. Këtu kemi pastaj një diskutim interesant mes mëdhëbeve. Dikush thotë, nëse njeriu e bën natën e parë të Ramazanit, për gjithë Ramazanin kjo i mjafton, përveç se nëse e shkëputet ndonjë ditë që duhet ta rilidhi sërish. Për shembull, ai e bën njetin natën e parë dhe në mes të Ramazanit udhtoi dhe nuk agjëroi. Dhe pastaj do të kthehet mas 3 ditësh për ta vazhduar agjërimin. Këtu kur filloi mas 3 ditësh për herë dytë,
duhet ta ribëj niyetin. Ky është një mendim. Mendimi tjetër që thotë jo, e bën niyetin fillim Ramazanit dhe i mjafton edhe nëse ka shkëputje në mes. Mendimi i dytë. Mendimi i tretë thotë jo, duhet në çdo natë me bën niyetin. Pra në çdo natë ti duhet të jesh i vetëdijshëm se nesër do ta agjërosh. Për çdo natë duhet të qenë i vetëdijshëm se nesër do të agjërosh. Faktikisht ky mendimi i fundit është mendimi më i qetë dhe më i sigurt, se po e bën këtë të gjithë thonë se je në rregull. Pra po veprove në këtë formë që ti në çdo natë, siç jemi sot për shembull, nesër ti thon do ta agjëroj, me mendjen tatë, pra nesër e agjërueshëm, e ke bën niyetin. Nëse e bën në çdo natë, të gjithë thonë je në rregull. Gjithë diskutimi është se këta që thonë çdo natë, thonë po e bën vetëm natën e parë s'quhet. Ose po e bën vetëm natën e parë dhe për shkak shkëputjes e bën prapë s'quhet e kështu me radhë. Kjo është më e qeta ndër mendime, po nëse dikush ecën me mendimin që e bën natën e parë, sepse faktikisht mendimi që bëhet natën e parë ka logjikë dhe arsye. Pse? Se agjërimi nuk është një ditë. Agjërimi sa është? Gjithë Ramazanin. Dhe niyeti kur bëhet në fillim të adhurimit apo gjatë gjithë adhurimit? Niyeti bëhet në fillim të adhurimit. Pra mendimi i parë që thotë bëhet niyeti natën e parë dhe vazhdon kështu deri në fund Ramazanit, që edhe po se bënë një s'ka problem, çdo natë, është mendim shumë i fortë për sa i përket mënyrës se si menohet gjëja. Pse? Mënyrës se si analizohet gjëja. Pse? Sepse Ramazani nuk është një ditë që ta bëj ditë për ditë. Unë e bëj natën e parë edhe vazhdoj, nëse ka shkëputje e bëj prapë. Pra ky është prej mendimeve interesante, domethënë, dhe që qetësohet zemra edhe te ky mendim. E kush e bën për siguri çdo natë, përse neve na vlen kjo? Na vlen neve kjo se nëse ndodh që gjatë agjërimit ndodh një shkëputje për arsye tjetër, atëherë njeriu, domethënë, ai quhet agjërimi apo jo. Për shembull, nëse dikush flen, për shembull, nga para akşamit sot dhe i del gjumi nesër mas sabahut, për shembull, a quhet agjërimi i tij apo jo? Sipas mendimit të parë quhet agjërimi i tij. Pse? Se e ka bën niyetin që është fillim Ramazanit. S'ka nevojë çdo natë me përsërit. Sipas mendimit të tretë, si quhet, se s'ka bën niyetin natën. Kështu që për siguri është mendimi i tretë, ndërsa për arsyetim është mendimi i parë. Prej gabimeve gjithashtu që ndodhin gjatë Ramazanit është mos interesimi mbi agjërimin, mbi rregullat e agjërimit, mbi Ramazanin. Nganjëherë për shembull vjen ai pyetje e çuditshme që domethënë gjë që dihet, po si ka mundësi që s'është ditë ose domethënë habitesh ndonjëherë, domethënë pse? Sepse njerëzit nuk lexojnë dhe studiojnë. Ky është gabim. Ka thënë Zoti në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mësoje dhe dije la ilaha illa Allah. Mësoje dhe dije. Pra njëri ka nevojë të lexojë, të mësojë, të shohë çfarë thuhet, çfarë bëhet. Edhe nëse i di disa gjëra, në momentin që lexon, ripërtërit atë që ne tham pak më parë, niyetin. Freskohesh, domethënë si më thon merr goditje pra me kuptimin ti karikohesh. I lexon sa gjëra, mëson sa gjëra, shef sa gjëra tjetër. Sidomos kur gjërat ndryshojnë, gjërat lëvizin, gjërat ecin, pra njeriu duhet të ketë informacion, sepse dija dhe informacioni është baza e çdo gjëje, sidomos në fen tonë, domethënë çdo gjë ngrihet mbi dijen edhe leximin. Dhe ky është një nga gabimet domethënë që ndodhin me rastin e agjërimit dhe me rastin e Ramazanit. Prej gabimeve që ndodhin në raport me agjërimin e Ramazanit është agjërimi për traditë. Agjërimi për traditë. Ne agjërojmë si adhurim për Allahun xhelle xhelalu dhe nuk agjërojmë për traditë. Është adhurim, është një formë e adhurimit të Allahut xhelle xhelalu. Siç adhurohet Zoti i Madh me namazin, siç adhurohet me zakatin, siç adhurohet me haxhin, adhurohet Allahu xhelle xhelalu edhe me agjërimin e Ramazanit. Mos ku prej gabimeve që ndodhin në raport me Ramazan është
mos meditimin në qëllimin e Ramazanit. Pra nuk është qëllimi i Ramazanit që njerëzit të rinë pa hëngër dhe pa pi, thjesht. Të rish pa ngrënë, të rish pa pirë dhe të rish pa kontaktuar me bashkëshorten nga agimi deri në perëndim është mekanizmi i Ramazanit. Por qëllimi i Ramazanit është diku tjetër shumë më larg, që të jeni më afër Zotit, që të jeni më të devotshëm, që të jeni më të përkushtuar, që të jeni më korrekt në jetë, që të përmirësoheni në edukat dhe në sjellje. Për këtë arsye tha pejgamberi sa në hadithin e njohur, hadithin e saktë, sa njerëz agjërojnë, po s'marrin nga agjërimi vetëm se etjen dhe urinë. Sa njerëz falen, po nuk marrin nga falja vetëm se lodhin edhe kputjen dhe pagjumsinë. Që domethënë nuk është ky thjesht synimi apo qëllimi i Ramazanit, synimi dhe qëllimi i Ramazanit është ta pastroj njeriu, ta vlerësoj njeriu, ta ngrej njeriu. Prej gabimeve që ndodhin në raport me Ramazanin është mos përkujtimi i njerëzve nga ana e imamëve me rastin e Ramazanit dhe mirësitë e Ramazanit, dhe dobitë e Ramazanit dhe gjërat që e prishin agjërimin e Ramazanit. Hoxha, imami, drejtuesi ka për obligim t'i ngrofi njerëzit shpirtërisht, t'i edukoj para Ramazanit, t'i përgatisi, po edhe t'ju tregoj se çfarë obligohen, çfarë nuk obligohen, si bëhet Ramazani, si prishet agjërimi e kështu me radhë. Sa është amanet kjo punë, e përderisa është amanet, gjërat duhen sqaruar në një formë apo në një formë tjetër. Pra gjithsecili duhet gjejë një metodik për të çuar informacionin nëpërmjet hutbes, nëpërmjet ligjëratës, mos vi Ramazani si diçka që njerëzit domethënë thjesht futen në Ramazan pa u kujtu. Do thoshti po xhamatet i dinë, jo të gjithë i dinë, ka njerëz që vinë për herë të parë për xhumë, një xhumë para Ramazanit. Pra janë disa gjëra që duhen sqaruar, janë disa gjëra që duhen thënë në mënyrë që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për këtë adhurim të mrekullueshëm dhe këtë adhurim të bukur. Prej gabimeve gjithashtu që ndodhin në raport me agjërimin e Ramazanit është se një pjesë e mirë e njerëzve nuk dinë gjërat që e prishin agjërimin. Ose janë fiksuar për gjëra që nuk e prishin agjërimin, po nuk e prishin faktikisht agjërimin. Pra mos informacioni i saktë mbi gjërat që e prishin ose nuk e prishin agjërimin. Për shembull, prej pyetjeve më të shumta që bëhen në Ramazan është dalja e gjakut e prish agjërimin apo jo? Për shembull, të ishte dalja e gjakut për abdesin do ishte okay, se ka lidhje logjike. Po prish dalja e gjakut me do të thon prishja agjërimit pse del gjak, s'është okay domethënë. Pra njerëzit duhet të mësojnë më shumë për gjërat që e prishin dhe për gjërat që nuk e prishin, sepse ka gjëra që njerëzit mendojnë se e prishin Ramazanin, po faktikisht nuk e prishin, s'kan lidhje fare, dhe ka gjëra që njerëzit mendojnë se s'kan lidhje fare me Ramazanin, faktikisht e prishin Ramazanin. Tu jap një shembull interesant? Është një lloj parfumi me tym. Logjikisht nuk prishet Ramazani për parfumit, apo jo? Ky parfumi me tym, nëse thithet me qëllim, e prish Ramazanin. Për gjërave që njerëzit që mendojnë për shembull që prishet Ramazani, po s'ka lidhje fare, faktikisht është heqja e dhëmballës ose e dhëmbit. Ka shumë njerëz që mendojnë që po hoqë dhëmballën, po i dha gjithë fëmijës prishet. Ka njerëz që besojnë këtë gjë. Ndërkohë që s'ka lidhje fare me agjërimin. Po që shtatzën s'bën me agjëru, kush e tha këtë s'bën? Po që shtatzën mund të mos agjërosh. Po nëse dikush ka forcë dhe fuqi dhe nuk i shkakton probleme, mund ta agjërojë edhe agjërueshëm. Mund të jetë agjërueshëm edhe duke qenë shtatzën. Jo, po nëse unë jap fëmijës duke qenë me gjithdhënie, faktikisht kjo ndikon. Okej, mos agjëro. Ama nëse nuk ndikon, s'ka asnjë problemi. E gjithë kjo vjen si pasojë e kujt? Si pasojë e mos dijes së duhur të njerëzve dhe mos leximit dhe mos interesimit. Prej gabimeve gjithashtu që na ndodhin neve, domethënë gjatë agjërimit të Ramazanit, është debati në raport me kur hyn dhe kur del. Ezani,
hapja e Ramazanit, mbyllja e Ramazanit, çelja e agjërimit, mbyllja e agjërimit duhet të jenë gjëra të cilat ecin në komunitet. Nuk mund të ketë prirje individuale. Edhe nëse ti ke një bindje në veten tate, ec me komunitetin, ec me bashkësinë, mos u ndaj nga bashkësia. Edhe nëse i bjerë me mbyll ca minuta para kohë, për le të mbyll ca minuta para kohë, çfarë problemi ka? Me mbyll disa minuta para kohë, quhet Ramazani apo jo? Quhet. Nëse e cel disa minuta mas kohë, fikse, asaj kohës fikse, quhet Ramazani apo s'quhet? Quhet. Thjesht ke humb një synet. A më mirë ta humbësh një synet e ti jesh i unifikuar dhe me komunitetin dhe me bashkësinë, apo të krijohet përçarja, llafet, debatet e tjera. S'ka dyshim që kjo është e dyta, është e saktë. Dhe ky lloj debati dhe këto lloj gjonash janë trajtuar dhe s'ka pse të përsëriten, po duhet me qenë të kujdesshëm, sepse ai thot, o vlla, po thot kështu ajete ose thot kështu hadith, o vlla. Tani është rënë dakord për diçka dhe ecim me atë. Ecim me atë. Prej gabimeve që ndodhin gjatë Ramazanit është mos korrektësia me namazin. Prej gabimeve mund të themi ne që ka njerëz që s'falin namaz në Ramazan. Ky është gabim i madh faktikisht. Pyetja është, a e bën të pavlefshëm agjërimin mos falja e namazit? Nuk e bën të pavlefshëm agjërimin. Pse? Sepse agjërimi ka fillim, ka fund. Dhe thot, nuk duhet bësh 1, 2, 3. Pra nëse unë agjëroj sipas kriterit, plotësoj kushtet, askund nuk është thënë 4 duhet të jesh namazli. Gjykimi i namazit nuk ka dyshim që është i padiskutueshëm në Islam. Ai që e mohon namazin, si quhet as Ramazani as haxhi, ai që e mohon. E nëse dikush thotë, jo vëlla, unë besoj, po Zoti na fal. Ja po inshallah avash ku dëgjon. Ky quhet neglizhent. Neglizhentit, pra që s'fal namaz për neglizhencë, për përtaci. Ai quhet Ramazani. Ramazani i tij është i saktë, s'ka dyshim. Ramazani dhe agjërimi është i saktë. A është ky njeriu gjunafçar? Po, ka dyshim që është gjunafçar. Mos të falësh namaz është për gjunafeve më të mëdha. Madje ka prej dietarëve të Islamit, nuk është mendim më i saktë, ama ka prej dietarëve të Islamit që thonë del nga Islami. Nuk kemi me këtë mendim, ama derisa ka shku çështja të diskutohet del nga Islami apo jo, do thotë se është gjë madhore. Për shembull, nuk është thonë për Ramazanin askund që kush s'agjeron del nga Islami, askund. Përveç se nëse e mohon. Nëse e mohon është çështje tjetër. Ama nëse dikush s'do më agjëru Ramazanin, a del nga Islami? Absolutisht jo. Dikush nuk do më dhon zakatin, del nga Islami? S'del nga Islami. E vetmja tematik Alhamdulillah. Yahdikum Allah. E vetmja tematik për cilën ka debat mes dietarëve të Islamit, që a del njeriu prej feje nëse nuk e vepron apo është namaz. Për këtë arsye, e tregojnë që janë mbledh dietarët e Afrikës në një nga shekujt, edhe kanë diskutuar këto çështjet. Alhamdulillah. Yahdikum Allah. Kanë diskutuar çështjet e pandodhura më herët. Kanë diskutuar kjo. Ka thonë njëri, po sikur diskutojmë, gjëra është e bukur. Po sikur të diskutojmë cili është gjykimi i një njeriu që i thot vetes musliman, po nuk fal namaz. Gjithë unanimisht kanë thënë, kjo gjëja nuk mund të ndodhë, nuk ekziston, prandaj nuk ka nevojë me diskutu. Këto muhabetet kanë lind më vonë. Megjithatë, diskutimi ka qenë dhe është prej gabimeve të rënda që njeriu ta agjërojë, po mirë. A ta agjëroj, duhet ta agjëroj patjetër, duhet ta agjëroj. Më mirë dalim para Zotit me agjërim e pa namaz, se sa dalim para Zotit pa agjërim dhe pa namaz. Si është më mirë me dal para Zotit? Pa namaz e pa agjërim, apo pa namaz me agjërim? Me agjërim, pa namaz. Edhe pse, inshallah, bëhet sebeb agjërimi që njeriu të zbutet zemra, që njeriu të dëgjojë Kur'an, që njeriu të reflektojë dhe inshallah
e merr, si më thon, agjërimi njeriu drejt namazit e drejt gjitha gjërave të tjera. Prandaj mos të bëhemi sebeb me i largu njerëzit nga dyert e Zotit, duke i thonë kot agjëroni po su falet. Jo, Allah nuk agjeron kot. Allahu çfarë tha në Kur'an? Tha Allahu në Kur'an: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam." O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi. Nuk tha o ju që falni namaz, duhet agjëroni. Pejgamberi sa çfarë tha? Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cili do që e agjëron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, Zoti do ja falë gjitha gjunat. Zvuni kusht tjetër pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk nënkupton që ne t'i ulim vlerat namazit kur, se s'ka gjë në fen tonë që mund barazohet me namazin, po kjo nuk nënkupton që t'i mbyllim derën atyre njerëzve të cilët duan të agjërojnë, po akoma nuk falin namaz. Nuk ja mbyllim derën. Dhe me vëlla agjëroni, Zoti ju shpërblet, Zoti ja pranoft, e inshallah Zoti i Madh u aqel edhe më shumë dyert e mëshirës të tij. Ndërsa unë po flisja për diçka tjetër. Prej gabimeve është neglizhenca me namazet. Si? Ka njerëz që falin namaz, por në Ramazan neglizhojnë pak. Po agjërimi, po e çik syfyri sabahu, po e çik puna e teravive, neglizhencë, ku dëgjon etj etj. Faktikisht kjo nuk duhet ndodhi. Se ne tham pak më përpara që Ramazani duhet ta çojë njeriu më afër Zotit, duhet ta bëjë njeriu më të përkushtuar, duhet ta bëjë njeriu më korrekt, duhet ta bëjë njeriu më të edukuar. Dhe në momentin që njeriu ka probleme me namazin, ora çfarë po i shihet këtij Ramazani? Çfarë po i shihet këtij agjërimi? Për këtë arsye, nëse ne jashtë Ramazanit kemi neglizhenca dhe ftohje me synetet, me gjonat, për shembull e themi, s'bën, ama nëse ka për shembull. Në Ramazan do të më ndryshu komplet programi. Do të më qenë më i vëmendshëm me synetet, do të më qenë më i përkushtuar ndaj namazit në xhamie ku dëgjon etj etj, sepse je në Ramazan. Është shumë më ndryshe muaji i Ramazanit se muajt e tjerë. Argumenti, pejgamberi sa ose më tha, ju ka ardhur ose po ju troket një muaj mubarek. Mubarek çfarë do të thonë? I bekuar. I mbushur me marsi. Pra Allahu e ka quajtur mubarek. Pavarësisht se shumë njerëz thonë i shenjtë, ai nuk është i shenjtë, por është mubarek, i bekuar. I mbar, i mbushur me marsi. Atëherë normalisht që adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit me të gjitha ngjyrimet që kanë adhurimet në Islam në Ramazan shumë më tjetërsoj. Kot Allahu xhallahu nuk zgjodhi Ramazanin për të qenë muaji i Kuranit. Ne e dim mirë çdo më thon muaji i shenjtë. Po Zoti nuk e zbriti Kur'anin në muajin e shenjtë. E zbriti në muajin e Ramazanit. Nata e Kadrit nuk është në muajin e shenjtë. Po ku është? Është në muajin e Ramazanit. 10 netëshi i funit. Ku është? Në muajin e Ramazanit, nuk është në muajin e shenjtë. Gjë që tregon se Ramazani ka vlerë tjetër tek Zoti. Për këtë arsye, nëse dikush ka probleme me namazin apo neglizhenca me namazin apo me synetet apo me gjërat e tjera, duhet që në Ramazan të përmirësoj gjërat, të rregulloj gjërat, të perfeksionoj gjërat. Prej gabimeve që ndodhin në Ramazan është se disa njerëz e bëjnë njetin me gojë. Si? Do dhe kom bon njet me agjëru. Ku është problemi i kësaj? Problemi i kësaj është shumë i thjeshtë. Këtë gjë e bonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kaq. Sa Ramazane ka agjëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? 10 apo 9. Shumë mirë. Një herë vetëm më burr të ishte transmetuar kjo gjë. Një herë vetëm dhe kishte mbyllur historinë, debatin. Okej, dikush e bën se e ka mësuar kështu ose me dhëbin bëhet, nuk ka problem. Hajër inshallah. Ama argument për këtë gjë nuk ka. E përderisa s'ka argument, nuk bën me e bë me zë apo nuk bën me e bë me gojë një gjë të tillë. Për gabime gjithashtu që
nodhin është se ka njerëz që mendojnë se po nuk qelar nga gusli i xhenabes nuk pranohet agjërimi. Dhe kjo është gabim. Pra mund të agjërojë njeriu duke qenë xhunub. Po mirë për shembull, po si ja bëj ky për namazin e sabahut? O vëlla, çështje tjetër, falja e sabahut. Puna është dikush gdhiu xhunub vëlla. Ose lozi me bashortën e tij natën dhe gdhin i zuni gjumi dhe gdhin xhunub. Ose u çun kohën së fyrit, po s'kishte kohë me bë asnjë lloj gjë përveç se me hongër së fyrit që me kap vaktin për shembull. A quhet agjërimi ty në quhet? Po si janë la, nuk ka problem. Nuk është kusht që patjetër njeriu të ketë bërë dush apo të jetë i pastër që të quhet agjërimi i tij. Prej gabimeve që ndodh, domethënë është se ka njerëz që besojnë dhe mendojnë se prerja e thojve në Ramazan prish agjërimin. Ky është gabim. Nuk s'ka lidhje fare, nuk e ka asnjë lloj neni, asnjë lloj gjëje. Prej gabimeve që ndodhin në Ramazan është mungesa e vetëpërmbajtjes. Që do thotë, njeriu reagon shumë shpejt kur mërzitet. Dhe ky është prej gabimeve të Ramazanit, prej gabimeve të agjërimit. Si më thonë, një nga synimet që pejgamberi ose një nga gjërat që pejgamberi e ka përmend fiks për sa i përket Ramazanit, kush është më u vetëpërmbajt. Se ky është qëllimi i burrë, kupton? Vjen me hongër nuk ha, vetëpërmbahesh. Vjen me pi, nuk pi se vetëpërmbahesh. Vjen me 20 cigare nuk e pi se është haram, e dim, po edhe prish Ramazanin. Ne kështu me radhë shumë gjona ne nuk i bëjmë sepse themi jemi në Ramazan. Por prej gjënave që duhet me rujt vete njeriu në Ramazan është edhe reagim minjëhershëm. Kur mërzitemi ose kur na prek diku shumë, bëj sabër, bëj durim. As-sawmu thot shahru sabr, agjërimi është muaji i durimit. Pra do të njeriu Zoti i Madh nëpërmjet agjërimit të kalisi durimin. Po jo vetëm të kalisi durimin, që mos me hongër dhe mos me pi, po të kalisi dhe tek njeriu durimin për të qenë i vetëpërmbajtur. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, agjërimi i vërtet është si mburoj për njeriu. E kur të jetë dita e agjërimit të ndonjërit për jush, mos shaj, mos të ofendoj, mos të flasi keq. Ka i transmetim që thotë mos ta ngrej zonin fort. Pra me kuptimin e vërtet. Madje edhe nëse dikush atë e ofendon ose e shan, ai thot inni mru'un saim. Jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm. Pra më lë rahat se jam agjërim, jam punë time me saptem. Më lë rahat, si më thon. S'du ta prish këtë mirësi dhe këtë lloj ndjesie duke bërë debate kotit. Prej gabimeve që ndodhin në raport me Ramazanin është, domethënë, mos shfrytëzimi i kohës në agjërim. Pra e gjen një rikot, rrin rrjetet sociale, harxhon kohën, ndërkohë që s'ka kohë më të mirë se sa të jesh me agjërim e të bësh dhe adhurime të tjera. Vallai o vëllezër, për Zotin e Madh, që nuk ka zot tjetër përveç tij dhe motrat që po në gjën, domethënë humbja e kohës është bërë gjëja më e thjeshtë sot në kohën që jetojmë. Vallai, domethënë, kur lexon njeriu librat e hershëm, çfarë janë thonë për shembull për humbjen e kohës, pasha Zotin, çfarë është thonë në për libra nuk është asnjë krahasim se si humbet, se sa shpejt dhe kollaj humbet koha në këtë kohë që ne jetojmë. Unë nuk e di se çfarë mund të ndodhi më mbrapa, po mjafton njeriu të ketë një kështu. Mjafton për ta zhduk dhe eliminuar kohën e tij të lirë. Ndërkohë që në një minutë mund të përmendësh Zotin kush e di sa herë. Në një minutë mund të lexosh një faqe, kush e di sa faqe Kur'ani. Në një minutë mund të bësh shumë vallai bilaj për Zotin e Madh. Ndërkohë që ikin minutat, ikin 10 minutat, ikin orët dhe njeriu nuk e ndjen dhe kollaj fare është bo, arrin aty vetëm gishtin tregues, gishtin që tregon njësimin e Allahut e çon aty. Edhe ikën kohës, asnjë gjë,
edhe domethënë Ramazani si hyn del. Edhe e gjen njeriu që s'ka dhënë agjërimi i Ramazanit tek ai asnjë lloj efekti. E faktikisht kjo bie ndesh me qëllimin e humbja e kohës, mos shfrytëzimi i kohës. Në Ramazan është prej problemeve më të mëdha që ka domethënë agjërimi i Ramazanit, sepse është një muaj me ditë fikse, me ditë që numërohen. A nuk na ndodh neve o vëllezër që shpesh herë në Ramazan na ndodh ai fenomeni sa shpejt mbaroj? Po varet se me çfarë ke mush. Se nëse e ke mush me Kur'an, nëse e ke mush me namaz, nëse e ke mush me vepra të mira, vallai nuk mbaron shpejt për Zotin. Nëse ti pastaj e mush me gjumë, e mush me neglizhencë, po normalisht kalon shpejt. S'ka dyshim që muaji i Ramazanit kalon shpejt. Prej gabimeve që ndodhin në Ramazan është moskushtimi i rëndësi i syfyrit. Okej, pas hëngre syfyr agjërimi quhet. Po faktikisht duhet më uçu për syfyr, për dy arsye. Arsyeja e parë është koha më e mirë. Është koha kur Zoti më të zbret qiellin e dynjas. Syfyri është mubarek, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri baraka, ka marrësi, ka bekim syfyri. Koha është e bekuar, koha e veçantë. Vetë syfyri është i bekuar, vetë Ramazani është i bekuar, pra në syfyr mlidhen 3 bekime të Zotit. Prandaj dhe njeriu nuk duhet ta neglizhojë syfyrin. Po mirë, nëse njeriu s'ka oreks, e ka zgjidhur këtë gjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur tha, dhe nëse ndonjëri për jush nuk ka dëshirë për të ngrënë, çfarë tha? Le të pi një gotë ujë. Normal, njeriu ndoshta edhe nuk ja ka ënda, të haj apo të ushqehet për syfyr. S'ka problem, çou dhe pi ujë. A e dini ju vëllezër se ngrënia e hurmave në fillim të syfyrit, në fillim të iftarit, po edhe për syfyr është sunet dhe është mirë. Se në përgjithësi njerëzit e kanë fiksuar që hurmat janë mirë vetëm për iftar. Po, është mirë që të çelet me hurma iftari, nëse janë kushtet dhe mundësitë. Hurma bëhet fjalë hurmat e palmës, jo këto hurmat tona që janë hurmat e mëdhenj shqiptar. Bëhet fjalë për hurmat e palmës, po edhe për syfyr është mirë me hëngër hurma, siç ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për gabimeve që na ndodhin është teprimi në ngrënien e iftarit. E si pasojë, çfarë ndodh? Njeriu edhe nuk e shijon mirë, edhe nuk e ndjen mirë, po do t'i ndodhin probleme me rastin e kujt? Namazit teravive. Do t'i ndodhin probleme me rastin e teravit, që do të thotë, në momentin që njeriu e ka tepruar në të ngrënë, do t'i japi kjo rëndesë në namazin e teravive. Për këtë arsye është mirë mos më e tepru në iftar, me hëngër diçka të lehtë, me ardhur në xhami, me përmend Zotin, me lexuar Kur'an derisa të vinë teravit. Mas teravive mund të ushqesh me diçka të lehtë ose mund të pish diçka të lehtë, pastaj çohet njeriu për syfyr e kështu me radhë. Por pra mos më e tepruar në rastin e si më thon, në rastin e iftarit, sepse kjo do më thonë e rënon njeriu në adhurimet që do të vinë më pas. Prej gabimeve që ndodhin, do më thonë, gjatë Ramazanit, gjithashtu dhe gjatë agjërimit gjithashtu, është mos kujdesi i motrave besimtare në raport me punët e shtëpisë, me arsyetimin e agjërimit. Fakti që motrat muslimane, elhamdulillah, agjërojnë, po bëjnë një detyrë ka shi Zotit. Po kjo nuk si më thon, nuk largon prej tyre detyrimet që kanë në shtëpi, ndaj përgatitjes së ushqimit, përgatitjes së iftarit, rregullimit e tjerë, sepse vazhdon. Pra pse ka ardhur agjërimi, kjo nuk do të thotë se janë pezullu disa gjëra. Jeta vazhdon dhe korrektësia duhet të jetë, sepse nuk ka sens që të vi koha e iftarit dhe akoma mos të bërë iftari. Unë nuk po flas kur janë punë, ku dëgjon se si e zgjidhin, ne po flasim në kushte normale.
Përse duhet ri burrit të mendojë tani se çfarë duhet gatuaj apo çfarë duhet haj etj. Shkakton kjo çfarë? Shkakton kjo përplasje, debate, gjëra që faktikisht duhet ta ruajmë Ramazanin nga këto lloj gjërash. Prej gabimeve gjithashtu gjatë agjerimit të Ramazanit është po prapë që ka të bëjë me motrat është meraku i disa motrave kur nuk agjerojnë për arsye. Nuk ka pse një motër muslimane të ndihet keq pse nuk agjeron sepse Zoti e ka arsyetuar. Për shembull, kur janë me le të themi me perioda, kur janë me të përmuajshme, motra muslimane nuk ka pse të ndihet keq pse nuk po agjeron. Ajo t'i bëj gjitha gjërat e tjera. Çfarë? Dhikrin, punët e mira, etj. Mund të bëj shumë gjëra femra duke qenë jo agjërueshëm, përveç agjerimit dhe namazit, përveç agjerimit edhe namazit. Prej gabimeve gjithashtu që neve na ndodhin, domethënë gjatë agjerimit të Ramazanit është mos kujdesi për sa i përket namazit të natës të Ramazanit. Namazi i natës të Ramazanit do kuptohet namazi i teravive. Është një namaz special i veçantë që vjen vetëm në Ramazan. Atëherë këtij namazi duhet të kushtuar rëndësi për dy arsye. Një, se është i veçantë vetëm në Ramazan, dhe arsyeja e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Cili do që falet netëve të Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, do t'i falen gjunat që ka bërë më përpara. Subhanallah. Subhanallah. Tani çfarë është thonë për Ramazanin, është thonë për namazin e natës në Ramazan. A është thonë për Ramazanin që kush e agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut do i falen gjunat? E njëjta gjë është thonë për teravit. Kështu që kujdes me punën e teravive. Tjetra që ndodh prej gabimeve është mos falja me imamin. Mos falja me imamin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush falet me imamin derisa të mbarojë, i shkruhet sikur është fal gjithë natën. Kush falet me imamin derisa të mbarojë. Cila është historia e këtij hadithi? Historia e këtij hadithi është si më poshtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çohet një natë me fal namaz teravije në xhami. Dhe i lidhen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çereku i xhamisë, se s'dishin gjon njerëzit. Të nesërmen hapet fjala dhe i lidhen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjysma e xhamisë. Ditën e tretë u hap më shumë llafi, mbushet xhamia plot e përplot. Ditën e katërt nuk doli. Ditën e katërt nuk doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe i thanë pejgamberi Zotit, sikur t'i shefal prap. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush falet me imamin derisa të mbarojë. Atë në momentin që ti lidhesh me një imam, mbaroje me atë imam. Pavarësisht sa e beson se sa është numri 8, 10, 13, 15, 20, 28, a u lidhe me një imam që të morësh shpërblimin e hadithit, mos dil. Për shembull ka xhamia që falet namazi i teravive 20 rekat plus 3. Fale 20 plus 3, s'ka problem. Jo, po unë besoj se çfarë problemi ka? Po unë mendoj që suneti është 8 plus 3, s'ka problem. Përderisa e fut me imam, mbaroje me imam. Përderisa e fut me imam, mbaroje me imam. Pastaj edhe mendimi 20 plus 3, edhe ky është sunet gjithashtu. Nuk është bidat. Sepse numri i teravive nuk ka numër fiks në mendimin më të saktë dietarëve. Mund të jetë 8 plus 3, mund të jetë 10 plus 3, siç bëhet në Mekën Medinë tani. Sa bëhet tani në Mekën Medinë teravia? 10 plus 3. Ne çka kena pas ngjuar gjithmonë? 8 plus 3-shin. Ka 10 plus 3. Sa ka qenë bën Mekën Medinë? 20 plus 3, gjithë kohën ka qenë bën 20 plus 3. Pra 20 plus 3 nuk është bidat. Është diskutim, a është më mirë 20 plus 3 apo është më mirë 8 plus 3 apo 10 me kështu me radhë. Pra nëse vjen me imam, falu me imam. Ajo që mu vallaj bilaj për Zotin më kaput shpirtin në këtë tematikë është kur ne për shembull bëjmë 6 plus 4 plus 3, që bëjmë 13 për shkak të khatmes për shembull. Çohet ai tjetër në kat 4 vllai rras vrapit.
Pse hajtë më thoshe për shembull ti që ja rrasi vrapit në kat 8, se do me qenë kështu mo, ke parasysh? S'ka, aty syneti, toleranca 0 ndaj synetit. Për shembull, hajtë më, për shembull themi, po më uçu tjetër në kat 4 të vëlla me arras vrapit, subhanallah. E ku po shkon? Do shkoj kafja. Me pi çaj ose me pi kafe, me pi macchiato. Domethënë, vallahi bile për Zotin, ore nuk ka mendim bot për mendimeve në Islam që e përmban këtë lloj çartisje. A ke dëgjuar fjalën çartisi? Kjo është çartisje, vallahi bilaj për Zotin e madh. Domethënë ta lesh imamin duke u fal, ti ikësh, vallahi kjo është çartisje. Unë nuk po them kur njeriu vllajm ka siklet, ka hall, ka punë, jo më vlla, vallahi bilaj edhe farzën fal edhe hik, s'ka problem. Amu duke mos pas asnjë gjë, edhe të lejsh, si më thon, namazin e teravive, vallahi kjo nuk është normale për Zotin e madh. Vallahi bilaj pasha Allahun nuk është normale. Nuk e di sa kemi vajt tek numri i gabimeve, po për i gabimeve gjithashtu që mund të numrohet, ose që mund të numrohen gjatë agjërimit të Ramazanit, është që njeriu, kjo nuk është le të themi gabim që nuk kupton gjunahun, kjo që do them tani, por është gabim me kuptimin që është mirë të realizohet edhe të bëhet, që është bërja e khatmes, leximi i Kur'anit. Nuk është gabim që shkakton gjunah tek njeriu, po nuk e bëri, po faktikisht është gabim sepse nuk po zbaton një sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vlla, po tani jo të gjithë ne kemi mundësi me lexu Kur'anin në arabisht. E para herë mos e paraqitet si arsye se duhet me e kalu këtë fazë. E para, e dyta, boje khatmen me xhim. Boje khatmen duke dëgju. Që do të thotë, ose merr dëgjot një xhuz çdo ditë, pra 20 faqe çdo ditë, ose ulu aty ku lexohet Kur'ani, dhe të paktën dëgjoje. Pejgamberi sa për çdo Ramazan e bonte një kalim Kur'ani, nga fillimi deri në fund me kë e bonte, me Xhibrilin alayhis salam, përveç Ramazanit fundit. Në Ramazanin e fundit e bëri 2 herë pejgamberi sa kalimin e Kur'anit nga kapaku në kapak, pra nga El Fatihaja deri në fund. Është gjë që është mirë të realizohet dhe të bëhet. E nëse në një xhami ka program për leximin e gjithë Kur'anit, mirë është me u bashkangjit. Nëse janë mundësit edhe kushtet edhe hapësirat.